pyetje. Allahu ju shpërbleft. Një televizionist thot kështu. Desha të pyes thot rreth domethënies së këtij hadithi dhe është i saktë. Vërtet Allahu i tejkalon umetit tim për ato gjëra që gabon. I bën nga harresa ose detyrohet ta bëj. Po, ky hadith do thot është një hadith i saktë, të cilin e shënon Ibn Majah dhe të tjerët, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyana wa ma stukrihu alayh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për kthimi, vërtet Allahu i fal apo ja fal umetit tim për ato gjëra që i bën nga domon gabim apo nga harresa apo për ato gjëra që detyrohet, do thot i bën, do thot jo me dëshirën e tij. Është hadith i saktë, kurse kuptimi i hadithit është në fakt do thot e vën një bazë esenciale në fen ton se Allahu i lartë madhruar nuk e ngarkon robën, nuk e ngarkon njeriu me një gjë që nuk ka mundësi ta baj atë, edhe nuk e bën do thot apo nuk e detyron atë të jap përgjegjësi për ato gjëra që janë jashtë do thot mundësisë së tij. Fjala domon 3 raste po i përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E para është gabimi, e dyta kur njeri vepron nga harresa, do thot e bën një vepër nga harresa, nuk i kujtohet, edhe e treta do thot vepron do thot kur për një punë është i detyruar, do thot e bën pa dëshirën e tij, kur njeriu do thot e detyron dikush ta veprojë një gjë, edhe ai nuk ka mundësi do thot ti shmanget asaj vepre të keqe. Këto 3 raste Allahu xhalla wala nuk i shënohet do thot robit si mëkat. Nëse njeriu e bën një gjë, domethënë gabon, nuk e bën do thot qëllimi këtu gabon nuk është për qëllim gabimi të cilën e kuptojmë ne sikurse për arsye se çdo mëkat është gabim. Nuk është për qëllim kjo. Qëllimi është kur njeriu e bën një vepër pa hiri, pa qëllim do thot. Në kuptimin se e vepron edhe din se ka gabu do thot me një herë, do thot kët Allahu xhalla wala e fal. Gjithashtu edhe nisjan, do thot harresa është kur njeriu e vepron një gjë, do thot e harron, nuk e din a është e drejt apo nuk është e drejt, nuk e din dispozitën se si është ajo punë. Do thot nuk i ka parasysh këto gjëra edhe e vepron atë. Kur e kupton masandej apo pa marrë parasysh nuk e kupton fare, pejgamberi Allahu xhalla wala nuk e merr përgjegjësi për arsye se ka qenë jashtë mundësisë së tij. Do thot nuk e ka bë me qëllim, nuk e ka bë me vetdije, nuk e ka ditë se është e ndaluar që ta veproj, po ka menduar se është e leju, e ka vepruar, në fakt ajo është e ndaluar. Kurse ajo kur ne jemi të detyruar, është rasti kur njeriu do thot detyrohet pa marrë parasysh nga rastet apo rrethanët kur njeriu e detyron dikush i thot duhesh ta bësh kët, ta marr si shembull shumë thjesht kur njeriu do thot kërcënohet me vdekje nëse nuk pin alkool, do thot se do të mbytet e kështu me radhë, njeriu mundet ta pi atë për shkak do thot të rreziku do thot ikjes nga vdekja, edhe ky detyrim do thot për shkak do thot të këtij detyrimi Allahu xhalla wala nuk e merr në përgjegjësi edhe nuk ja shënon do thot për mëkat këtij besimtari i cili e ka tejkalu do thot kët dispozit të Allahu xhalla wala. Thot Allah, domthon për këtë hadith kemi ajete të ndryshme që e argumentojnë edhe e forcojnë do thot këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej atyre ajeteve është kur thot Allahu xhalla wala në ajetin Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Po thot Allahu xhalla wala, do thot po na mëson neve njerëzve se si di bëjmë lutje Allahut madhrum, ku po thot themi o Zoti ynë na fal neve kur ne harrojmë diçka, edhe nëse veprojmë atë nga gabimi, do thot nëse gabojmë diçka do thot. Kjo është domosdoshmë për sa i përket kësaj pyetje. Allahu e di më së miri.